Ku janë yje tani më të Big Brotherit dhe çfarë po bëjnë ato, sigurisht që ka një lloj kurioziteti edhe të publikut për të parë se kush i ka dhënë gaz e kush po flet gjumë. E njëri nga ata që i ka dhënë gaz, edhe pse unë kam pasur një qasje kundër lojës së tij, por sigurisht jam këtu për të komentuar çdo zhvillim të ri dhe për të dhënë mendimet e mia apo për të bërë dhe një lloj përmbledhje të pasqyrimit që kanë këto yje tan nëpër intervista, nëpër statuse, nëpër deklarata, nëpër situata. Dhe sot Troç Meredin do të flasi vetëm për mirin. Nuk po e them siç e thash dje, por vetëm për mirin. Ai ishte i ftuar sot në emisionin Shqipëria Live në Top Channel të moderatore Sidorela, e sigurisht që dha një tjetër qasje kundër asaj që ai dha për gjatë 4 muajve në Big Brother, ku kishte një qetësi, ku i mendonte gjërat më mirë dhe ndoshta ka folur më shumë me sinqeritet dhe ndoshta më i çliruar nga ndikimi i lojës. Kjo është e mirëkuptueshme, ndaj është edhe me interes për të parë tani më qasjen apo dhe formën se si vinë banorë që kanë qenë edicionin e 5 të Big Brother. Ajo çfarë unë dëgjova tek intervista që Miri dha, ku kishte shumë deklarata, ku kishte edhe shumë, le të themi, epitete që i vuri banorëve, por edhe një lloj ndarje të ndjesive që nuk i kishte edhe në Big Brother, një lloj reflektimi, një lloj qetësie që ju ftoj ta ndiqni se realisht duke mos parajgjykuar askënd tani më se loja ka mbaruar, do doja të jepja atë që unë mora në këtë intervistën që Miri dha. Sigurisht që gjithë fokusi është tek Selin, por edhe për këtë incidentin e fundit që Ilir Vrenozi ka deklaruar me një ton shumë agresiv në rrjetet sociale, duke thënë që Miri më kërcënoi kur po bënim regjistrimin e post Big Brotherit. I pyetur për këtë situatë dhe për këtë ngjarje, nuk tregoi asgjë, po thjesht pohoi duke thënë që merrni dhe pyesni Monikën dhe Arbrin se ata kanë qenë pranë meje. Sigurisht që reagimin e Ilir Vrenozit e kam parë të egzageruar me një fjalor as pak të hishëm dhe as pak të pranueshëm, dhe nëse realisht është ndjer apo ka marrë kërcënime nga Miri, komisariatin në Korçë, në Tiranë, këtu e ka, duhet të shkojë dhe të bëj kallëzimin. E duke qenë tek kallëzimi, të mos e humbar si detaj gjatë rrugtimit të tij brenda Big Brotherit, Miri tha se do të padiste për shpifje kesin i cili aso kohë hodhi një lloj bombe, duke thënë që Miri blinte tek dyqani i Stelinës Lule për dashnoren. Edhe sot i pyetur nga Sidorela, ai u shpreh që njeriu pikë së pari duhet të mbaj përgjegjësi tek vetja dhe pret një kërkim falje nga ai, pra që nuk do të shkojë kjo situatë në rrugën ligjore. Ana tjetër që Miri dha përgjigje, pa diskutim për krevatin e shumë të komentuar, për gjitha situatat që u lidhen me këtë, a kishe ndjesi, edhe pse moderatorja ja tha që perceptimi edhe unë si vajzë e kuptoja edhe më erdhi si kur ti kishe ndjesi për Selin, pse duhet ta fshije duke thënë që e shikoj si vajzën time, se këtu filloi ajo trampolina që kishte një lloj qasje të publikut që ishte kundër teje dhe që nuk e pranonte shpjegimet që ti jepje me mimikat, me veprimet apo dhe me lojën që ti bëre. Ajo shpreh se a nuk duhet të kemi ndjenja njerëzore, ne mund të kemi ndjenja njerëzore për brenda një formati si Big Brother, ku ti bën një lojë të qepur pas kësaj vajze, kur ti brenda këtij formati, të këtij krevati, e do me patjetër ta mbash të ndërlidhur, siç thash edhe unë dje, që mori qindra mesazhe nga Selin që kjo gjë nuk po pëlqet t'jash, pse e vazhdove edhe pse Miri u shpreh që po kjo vajzë vet pse e vazhdoi dhe nuk u distancua, apo pse nuk erdhi familja që ti thoshte largohu nga ky manjaku, largohu nga ky perversi, dhe pse isha unë gjithmonë, u shpreh Miri, ai që duhet të largohesha nga kjo marrëdhënie, nga kjo aleancë, ndërkohë që pala tjetër Selin e ka pranuar dhe ka luajtur. Unë kam thënë që Selin i ka luajtur fen këtij raporti, kësaj aleance, por ka ditur të kamufloj ndoshta edhe ngacmimet apo ndoshta edhe provokimet që i jepte Mirin, kurse Miri ka qenë më dede, ka qenë më transparent në atë që ai i vinte për brenda dhe nxirrte ndoshta edhe në mënyrë të egzageruar në kuadër të lojës, por që dëmet i ka bërë dhe sigurisht që këto detaje njolla të rrugtimit të tij të Big Brotherit nuk
zhbëhen, por sikleti që ka Miri për të folur për Selin është e dukshme edhe si kur tani më është kthyer si një kompleks. Pra sa herë që do të preket kjo temë, ai do të ndjej një lloj si thik që i vjen për atë çka mund të ketë kuptuar nga jashtë, si është perceptuar 4 muaj këto situata me këtë vajzën e re, edhe pse u shpreh që në një realitet tjetër nuk e kam problem këtë ndjesitë e një burri me një vajze të re. Por, sidoqoftë, duke mbetur edhe tek ndjesitë e tij, ai brenda Big Brotherit shkroi një tekst këngë tradhtia për Markon ku fliste për thika pas shpine, ku fliste për lëndime, e sipas Mirit këto ndjesi erdhën nga melodia që krijoi Marko në atë shtëpi, por që erdhën në një moment kur loja e tij me Selin ishte shkoqur, ishte shkatruar dhe nuk ishte më ajo aleancë e lavdishme siç Miri pretendonte që të ushqente lojën e tij, por edhe të ushqente lojën e të tjerëve. U shpreh që unë kam qenë buka e çdo banori brenda shtëpisë, por kanë qenë edhe të tjerët kur e fjalë e kjo gjë nuk është as pak e vërtetë. Por sidoqoftë tek pjesa e këngës tradhtia që Miri e shkroi për Markon që flet sigurisht për thika pas shpine, ai e kamufloi duke thënë që janë ndjesi të akumuluara dhe ndoshta aty erdhi momenti që të shpërtheja, dhe është kuptueshme. Ndoshta aty ishte momenti që të shpërtheja se erdhi si një lloj goditje sipas asaj që perceptohet që Selin i bëri duke u shkëputur nga loja edhe duke i quajtur siç e quajti me ato fjalët e rënda, por edhe duke marrë në kurriz fjalët e babait Selin. Sqaruam disa aspekte në ato që Miri tha në këtë deklaratë, në këtë intervistë që është e gjatë, sigurisht për një lojtar që ka bërë 4 muaj Big Brother dhe që ka qenë epicentër e sulmeve, por edhe vetë ka treguar anët e tij në të gjitha format që ka dashur dhe siç e kemi parë, është pyetur edhe për t'i vënë nga një epitet banorëve, kur për Brikenën është shprehur që është njeri shumë i mirë. E kemi parë her pas herës që Miri nuk është se ka pasur një lojë shumë agresive kundër Brikenës, por edhe kjo nuk është se e ka kthyer në të njëjtën mënyrë, kanë qenë neutral, kanë pasur ato ngacmime dhe sigurisht situatat e tyre. Më shumë keq është shprehur për Mateun, duke e cilësuar si njëri të pa edukat, që kishte një urrëtie ndaj tij që sapo shkeli në shtëpi, pra Mateu që kishte një urrëtie për Mirin dhe le të themi me Mateo nuk do të bënte kurrë në jetë, pra e ka etiketuar me fjalë jo të mira. Nga ana tjetër për Selin që e thashë kishte këtë ngërçin, këtë sikletin, ndoshta i vjen inat që kjo vajzë dinte ta luante lojën më mirë se ky, dinte edhe doli më e pastër në këtë situatë se ai, dhe u shpreh vetëm fituese e Big Brotherit, kurse për Gimbon tha naiv. Kurse për Rogertin, aleati dhe kundërshtarin e tij në lojë tha agresiv në maksimum, për Juelën që lufton për të tjerët më shumë se për veten, dhe kjo lloj situate ne kemi parë Juelën që luftoi shumë për Rogertin dhe publiku filloi të mos e kishte në atë qasjen pozitive, por sidoqoftë për Stenaldon që bie dakord në atë çka Miri ka thënë, intrigant, edhe trashja e zërit që Stenaldo bën, nuk e bën atë njëri më pranë audiencës, thjesht ajo energjia e tij më vjen sa herë që e shikoj në transmetim live Stenaldon. Nga ana tjetër ka përmendur disa lojtar, por përmenda këto që më duken mua më kryesor. Për Monikën ka thënë zëri i popullit, kurse për Arberin që ka qenë lojtar bashkë me ne në Big Brother. Sigurisht që është një intervistë siç e ceka dhe në fillim që ju ftoj ta ndiqni, se ndoshta do të shikoni një tjetër mirë që nuk e kemi parë brenda shtëpisë Big Brotherit, ku e veshi petkun e një lojtari që donte të provokonte, donte të bënte këto thyrjen e tabus me lojën që bëri me Selin, por që hera pas herës është treguar dhe shumë agresiv, arrogant, kërcënues, dhe do doja për ta vlerësuar më shumë në aspektin njerëzor të ishte treguar siç u treguar sot për gjatë rrugtimit të tij, se ndoshta do të kishte edhe simpatin më shumë të publikut, jo që nuk ka publik, nuk do të bëhemi, le të themi, jo transparent në atë që komentojmë, sigurisht që ka ndikësi dhe njerëzit që e duan, e parë që ishte
ditën e djeshme në një aktivitet që është organizuar për Tiranën, pra po i shikoj që është banori që po lëviz më shumë dhe që është i angazhuar në krahasim me 3 finalistët e tjerë, por edhe Rogertin Pash që po merr pjesë në për klubet e natës, mbetet për të parë se ai nuk është artist, nuk është këngëtar, por dy të tjerët, Mateo me ndjekësit e tij, edhe Selin më në heshtje, nuk po shikojmë asnjë lëvizje të saj qofte edhe në rrjete sociale, ndërkaq të tjerët kanë lëshuar veten edhe kanë kapur ndonjë reklam në rrjete sociale. Pak a shumë kjo ishte edhe troçme redin për dhënë ato mendimet e mia se si e pash mirën që e ndoqja me vëmendje dhe me tërhoqi si intervistë për herë të parë, ndoshta efekti i lojës bëri atë mirën që ishte në Big Brother, e kjo gjë e penalizoi në sytë e mi në ato që kam komentuar, por ka dhe një jetë pas Big Brotherit dhe që është ndoshta forma më e mirë për të ardhur tek audienca në një mënyrë që ti nuk je ditur të vish kur ke luajtur këtë lojë të Big Brotherit, dhe për mua po shkon drejt një rruge që besoj do t'i marrë më të mirat, se në fund të ditës çdo banor aty ku futet në Big Brother zgjedh të jetë o lojtar ose zgjedh të jetë njeri. Ata që janë njerëz fitojnë gjithmonë dhe kanë dashamirësinë e publikut, ata që janë lojtar janë thikë me 2 presje, siç është në rastin e Mirit dhe në atë qasje që unë kam pasur. Të doja të dija mendimin tuaj se kë shikoni më të frytshëm në këto vimësim pas Big Brother, dhe më kryesorja mos harroni edhe ti bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.